Përshëndetje për gazetarët që marrin pjesë. Ju falenderoj të gjithëve. Ne asgjë më shumë nuk po kërkojmë, vetëm të mbrojmë tokat tona. Shtetin vend që të thojë shqyqyr që ka njerëz që po i mbrojnë këto toka, por jo të na i marr. Nuk duam që t'i shesim, tokat janë tonët. S'na interesojnë t'i shesim, ne thjesht duam tokën tonë sepse duam të jetojmë, kaq. Ju këtu e keni të bazuar jetën Po, unë për vete këtu e kam. Këtu e kam. Edhe fëmijët nuk është se kanë patur në mendje të ikin, po duke parë që shteti jo nuk ka ofruar mundësinë, ata të shkretet largohen, se çfarë do bëjnë? Do rrinë me mua, t'u hap vetëm një copë bukë. E ardhmja nuk është një copë bukë, e ardhmja është më shumë e tepër. Në qoftë se qeveria, kushdo që e drejton ata, vjen me të ardhura 500.000 lekë, ose 400.000 lekë, let na vija i zoti që jeton me 400.000 lekë, na thotë që ky bë kanamet. Edhe nes po heshtim. Thjesht duam toka tona, kaq. Dhe ne nuk i lshojmë ato toka. Nuk i lshojmë dhe nuk i lshojmë. Kështu që më mirë mos na çojnë probleme ashtu, se nuk e di si do përfundoj deri në fund. Nuk duam që ta acarohemi, se s'kemi nevojë ta acarohemi, por thjesht duam toka tona dhe kaq. S'ka më shumë. Kjo i bie që vdes se dua unë, po jo vllai dashur, nuk kam se vdes që do ti. Unë dua thjesht vendin tim, atë që ma ke dhënë. Tu e 30 vjetë, unë i paguaj taksat rregullisht, për çdo gjë e kam qenë e rregullt ndaj shtetit, tani pse më cenon? Ç'të kam bërë? Asgjë. Unë thjesht jam një banore e kësaj Shqipërie. Mjafton se nga kam ardhur. Unë jam banore e Shqipërisë dhe gëzoj drejtat e mia. Kaq. Dua të mbroj tokën time dhe nuk dua t'ja di fare. Jo të jetë saljellarja kush është ai, po të jetë edhe Zoti të zbresë në tokë. Nuk na intereson kjo pjesë. Thjesht duam tokat tona, kaq. Për fëmijët tanë dhe për veten tanë.